Po veç shkonin në aeroport të shini cili është fluksi i rinis. Unë i kom 2 djem kanë kryer 2 fakultetin dhe 2 kanë shkuar në Gjermani. Pse? 2 kanë shkuar në Gjermani pse nuk kanë gjetë këtu. Edhe katundet janë boshatisë. Krejt janë boshatisë. Gjithsecila politike rreth thumin e vet. Asnjë nuk mendon për shtetë Kosovës, e shtetë Kosovës nuk bëhet me Bayraktar Laksu kurse janë tash. Çfarë mendimi ke për rinin që po e luajnë vendin tonë? A mendon që pagat e vogla pe bujnë që me e luajnë këtë vend? Jo, nuk janë pagat sa janë politikat e gabueshme. Domethënë janë ndër gabimet që po del kjo rini. Aspekti politik që ka menaxhu Kosovën deri tash është fajtori kryesor i boshatisës Kosovës. Gjithsecili ka punu politikat gabume, gjithsecili shkollimet gabume, pa bo plane, programe, shka i duhet Kosovës, po hajt hapi shkolla private tjetra është që punësimet nuk kanë shkuar simas ekspertit, simas ekspertizës, simas shkollimit, po kanë shkuar simas akarballakut. Edhe katundet janë boshatisë. Krejt janë boshatisë. Shumica po thonë kanë me mbet vish pleq në këtë Kosovë. Se rinia na iku shumë. Po veç shkonin në aeroport të shini cili është fluksi i rinis. Unë i kom 2 djem kanë kryer 2 fakultetin dhe 2 kanë shkuar në Gjermani. Pse? 2 kanë shkuar në Gjermani pse nuk kanë gjetë këtu. Profesionin e vet edhe është dashur për me shku dhe tash e din Gjermani nuk mundesh po drejtor, po bën atje çka i duhet se drejtorat i bojnë fëmijën e vet. Qashtu. Edhe tash gjithsecila politike rreth thumin e vet. Asnjë nuk mendon për shtetë Kosovës, e shtetë Kosovës nuk bëhet me Bayraktar Laksu kurse janë tash. Lider ton ja përgjegjësi politikës, partisë partijake, e shtetin e ka në planin e dytë e ka shtetin. Edhe gjithsecili që ka është marrëkesja thirret në patriotizëm, edhe ja gjun faj njëri tjetër, gjithë janë faj. Na falenderojmë për zemërsisht shëndove kur. S'ka pse, ditën e mirë. Çfarë mendimi keni për respektin e rinisat? A ka ndryshuar apo është njëjtë? Në përgjithësi sa i përket arsimit, edukatës tonë? Po, unë kam punuar një 40 vjet në arsim të mesëm të Kosovës. Edhe respekti ka qenë jashtëzakonshëm i rinisë të kohë të hershme, vitet 70-80 kështu me radhë. Kur e krahason me sot? Por sot, kur e krahasoj, nuk mund ta krahasoj sepse është diametralisht i kundërt. Domethënë në kohë, sepse janë keq përdorur liritë dhe drejtat e njerëzit, dhe mendojnë se me demokracia lejon çdo gjë që tekët, dhe a ligjët e vetaj ka demokracia që nuk kanë të shkelin kërkush, prej kryeministrit e presidentës e deri te njeriu më i rëndom. A mendon që liria e tepërt e ka bërë që rinia sot me... Po nuk ka vetëm liria e tepërt, po edhe rrethona të ndryshme shoqërore, ekonomike. A mendon që edhe rinia shkon sipas hapave të shoqënisë, duhet me zgjedh pak shoqëninë sepse mundet të duhet gjithsesi ato që janë domethënë si familje po nisin për spari. Domethënë mas pari edukata familjare mirët në familje. Manifeston pastaj edhe në shoqëri. Dhe derisa të piqen njerëzit. Rrethonat mjeresht të Kosovës janë pas lufte. Përpara lufte e dim të gjithë se çfarë kemi vuajtur, po edhe pas lufte kemi pasur shpresë të jashtëzakonshme për mirëqenie, jo vetëm materiale, po edhe shpirtërore dhe të gjitha, edhe për realizimin e të gjitha dëshirave që s'mund të na pengojë më askush, as në shkollë, as në fakultet, as askund. Mirë po mjeresht ik. Gjithë këtë liri që po e ka kjo rini sot? Një pjesë e vogël nuk e kesh përdor, se e kanë në traditë, domethënë. Pjesa më e madhe mjerisht e kesh përdor, pastaj ëndrat i shohin jo në vend vetin në Kosovë, domethënë, po i shohin ëndrat jashtë, mendoj që atje është parajs. Edhe nuk është parajs, unë kam qenë në për tërë Evropën. Kur e krahason me Kosovë? Po, ata ishin shumë përpara në shumë aspekte. Mirë po, ti keni vërejtë, keni qenë ndoshta edhe ju. Po. Veshin për shembull. Vajzat atje, krahasim me këtu, janë veshur duken shumë thjesht. Të jashtëzakonshme, nuk ngjyrosen, nuk kudi, po. Mirë po, është ken model atë që është më e mira në Evropë, sepse ne synimin e kemi
në Bashkimin Evropian, sepse edhe gjeografikisht s'mundemi me kalu tjetërkon. Sa mundemi pas meq të fort, Amerikën e tjera, po të vendin A s'mundesh. mendon që Kurti ka prish pak raportet me... Nuk mendoj. Siç po thonë qytetarët. Nuk mendoj. Këto i thonë shumica për shkaqe të inatave, sepse kjo për shembull presidenti amerikan, letrën që ja dërgoi presidentes, por tjenë raportet e prishura, nuk të përfil hiç se jeni një zera e madhe, pa thëmë, më të keq kuptohem, në thojza për thëmë, dhe më thonë, nësë jemi asgjë. Nuk hinë konsiderat as pak, çfarë do që i thuti... Kështu unë mendoj. Na të falenderojmë shumë që ndove ku me neve. Ju përshëndes, shumë falenderojmë. Gjithashtu sukses. Për i vetmi është ajo që ka thonë, gjysën e imonit qaj është a i zaventi i Trumpit që konë. Po. Edhe që të për, unë e kam një farë mendime, kam që dohet vetë në fatin tonë me vendos. Jo me lonë që tërkus. A me është i shkrum pak fati? E shkrum Zoti fatin ta? Fatin tonë dhëtë me animu Zotit na. Dhëtë me animu Zotit. Na, e dyta, që kanë thënë ples ma mitë këndëra jote se uja, është e dyta. Mendimi ki për këta që s'po e përkrahin fenë islame. Urna? Për këta që s'po e përkrahin fenë islame, rinia sot. Shka, po, gjithë kush e ka të vetin e ka. Ere në kohën e rezimit të marshalit, do ka ninu, do s'ka ninu. Feja islame, kus mundet të rinër, kus nuk mundet. Han. A mendon që është obligative me agjeru? Po, a që mundet dohet. Normalisht, ta që janë me barna... Ta që me barna nuk kanë drejt, se dohet mas pari me kështu shëndetin e vetë. Normalisht. E që anë ndimi ki për këto që po mbulohen, me vetëm sytë po i lojnë hapë. Por këtu, nuk jam një fort. I pajtimit, ha? Nuk jam një fort i pajtimit. A mendon? Se edhe Evropa, edhe bota nuk i dënë këta se janë ma të rrezikshëm për aty. Shumica qytetarëve po thonë që ato paguhen. A mendon që paguhen prej dikujna? Paguhen për qytyne për Al-Qaides. Çfarë këshilla kishe jep ti për rinin sot? Për rinin sot, në sta shala këta qeverisë që i punën e kënjena, musën menë se popli s'ka fajnë. Falenderit. Na të falenderojmë shumë, kalofsh mirë. Po veç shkoni në aeroport të shini cili është fluksi i rinis. Unë i kom 2 djemë kanë shkuar 2 fakultetin dhe 2 kanë shkuar në Gjermani. Pse? 2 kanë shkuar në Gjermani, pse nuk kanë gjetë këtu. Edhe katu dhe që në boshatisë. Krejt që në boshatisë, gjithë cila politike rreth thumin e vetë. Asnjë nuk mendon për shtetë Kosovës, shtetë bërja Kosovës nuk bëhet me baraktar laksu kurse janë tash.